Këtu është horoskopi e enjte 3 prill 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Përjetimi i një bashkëjetese është aq i mundshëm sa të jetosh një dashuri të re, por mos fillo aventura për të cilat nuk je plotësisht i bindur. Mos u mbyllni, projektet dhe propozimet janë favorizuar. Demi. Favorizohen ndryshimet, përfshirë studimet dhe aktivitetet. Humori i mirë me bashkëjetuesit tuaj dhe gjithashtu me njerëzit që do të ndërveprojnë me ju her pas here. Binjaket. Një moment lodhje, por stresi vjen sepse ju keni vendosur të synoni për diçka të rëndësishme ose ka më shumë përgjegjësi në familje. Kishte një dyshim në dashuri, keni kujdes nga palët e treta. Gaforja. Në të gjitha projektet, nevojitet pak më shumë forcë. Disa shpenzime shumë për familjen. Luani. Një ditë që sjell pa kënaqësi ose pa vendosmëri të vogël, lajme profesionale që mund të keni dashur ose që dikush do të interesohet. Rezistojini tundimit për ta hedhur të gjithë larg, ka pak trazir në shtëpi dhe jashtë. Ata që janë vetëm mund të bëjnë takime që nuk janë bindëse për momentin. Virgjeresha. Ju po bëni shumë gjëra, mbase shumë, do të ishte ideale të përpiqeni të gjeni një rregull të caktuar mendor dhe të punës. Është e mundur të programohen ngjarje ose lajme. Ndonjëherë jeni tepër të ngurtë dhe skematik në përballjen me realitetin. Peshorja. Organizoni ditën tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo është një kohë kur duhet të përballeni me të tjerët, por mbi të gjitha për ta bërë të qartë vetveten. Një njeri i dashit ose ujorit mund të jetë referenca juaj. Akrepi. Ditë interesante, diçka më në fund mund të zhbllokohet, mos i nënvlerësoni projektet e reja. Perspektiva të reja në dashuri nëse jeni beqar. Shigjetari. Më në fund mund të ekspozoni problemet tuaja dhe të gjeni atë që ju dëgjon, sot gjërat funksionojnë më mirë, në dashuri, megjithatë, ju jeni të pavendosur ose puna ju heq kohë nga pasioni. Britsjapi. Mos nënvlerësoni një ofertë të re për punë ose mos kërkoni një rol të ri, përsëri sulmet nuk do të dështojnë. I dashuruar gjithnjë e me i menduar. Ujori. Për ata që kanë biznesin e tyre, kjo nuk është një ditë e vështirë, në fakt mund të vinë disa telefonata të mira. Gjeni pasionin tuaj përsëri dhe përpiquni të jeni më pak të kujdesshëm. Koha për zgjedhje të rëndësishme për më të rinj, martesa, bashkëjetesa, një shtëpi e re. Peshqit. Është e detyrueshme të shmangni konfrontimet e drejtpërdrejta, veçanërisht të përpiqeni të pushoni pak më shumë. Ju mund të përjetoni një tension të vogël në familje ose në punë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.